Votimi i reformës në drejtësi ndan dy botë, atë që mbajt peng nga gjyqtarët e korruptuar dhe botën për një Shqipëri më të drejtë që kërkojnë 98% e shqiptarëve. Kështu u shpreh ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili së bashku me zëvendësministrin e Brendshëm Stefan Çipa dhe disa deputet firmosën peticionin për votimin e reformës në drejtësi. Ky proces e ritheksoi ndan dy botë, të shkuarën që do ta mbajë drejtësinë peng dhe të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë, për të gjithë shqiptarët që duan një Shqipëri më të mirë dhe më të drejtë. Sot gjyqtarët e korruptuar dhe ajo pakicë që i mbron gjyqtarët e korruptuar kanë kundër shumicën dërmuese të shqiptarëve. Lidhur me procedimin penal nisur ndaj kreut të opozitës për shkak të gjuhës së tij të ashpër, ministri tha se institucionet kanë bërë detyrën, dhe se për karakteristikat që lideri i opozitës ka, nuk do të preferonte as ta kishte fqinj. Institucionet bëjnë detyrën. Unë them drejtën, nuk i kuptoj deklaratat agresive, arrogante, apo qëndrimi fodull të këtij njeriu që personalisht nuk do pranoja me këto karakteristika ta kisha as komshi, jo më kryetar të opozitës. Pro reformës në drejtësi u shpreh dhe deputeti Ulsi Manja, i cili u bëri thirrje qytetarëve të firmosin peticionin, pasi sipas tij reforma është në pikën kritike për shkak të bojkotit të opozitës. Nga ana tjetër edhe qytetarët u shprehën pro reformës në drejtësi, pasi sipas tyre në këtë mënyrë sistemi do të pastrohet nga të korruptuarit dhe vendi do të integrohet më lehtë në Bashkimin Evropian. Vetikun e parapëlqet tërë popullit në mbështetje të orientimeve dhe të mbështetjes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe BE-s që Shqipëria përfundimisht të kthjellohet. Dhe të zbatohet është mirë. Të gjithë ata që kanë vjedhur na kanë marrë lekët, ne shkojmë në burg. Detyrimisht duhet bëhet vetinku, detyrimisht duhet bëhet reforma në drejtësi, që populli të jetë i qetë dhe të bëjë shtetin si duhet. Reforma në drejtësi është për shqiptarët mos rrinë më penge i politikave dhe i politikanëve të korruptuar. Kjo do të bën 1991. Prapë sot nuk është vonë. Që për më 91 kjo, si bërë të zollume, këto vjedhje dhe këto skandale në Shqipëri. Vetimu rregullon jetën politike, ekonomike, sociale të Shqipërisë. Duhen bo sa ma para të bëhet ajo reforma në drejtësi, aq ma mirë kemi në për popullin. I duhet për më fut në Europë, do me thonë timi si gjithë Europa. Ai do s'pastroj shumë gjëra, do vërë pikën mbi i.